Antonella, faleminderit për ftesën. Ky është emisioni i parë i një serie podcastesh që do të zhvillojmë bashkë me Dhomën Ekonomike të Gruas. Kemi titulluar Women Pod, atë që ne të gjithë e diskutojmë, por asnjëherë mendoj që nuk i është dhënë vlera e duhur e një gruaje në podium, atë në pjedestal, atë që ne të gjithë e vizualizojmë dhe mendojmë që duhet të jetë perfektja. Shumë herë gjatë takimeve dhe intervistave tuaja që keni dhënë për mediat, por edhe në takime dhe konferenca të ndryshme, jo më larg se fundmi në një që organizua nga UN-i, më bëri përshtypje një fjali që the: të gjithë presim që gruaja të bëjë gjithçka, të jetë më e mira në punë, një anvise shkëlqyer, një bashorte e shkëlqyer, një menaxhere shumë e mirë, dhe asnjëherë nuk lodhet. Si e ka filluar Antonella misionin e saj? Së pari faleminderit. Së dyti të lutem, kësaj interviste vuri dhe një titull shqip. E kemi quajtur misioni Antonellës. Jo, të gjithë podcastit tonë dhe gjithë intervistat që do zhvillosh, do t'i bësh një gjë në shqip, sepse nëse ne që jemi në biznes nuk luftojmë që të ruajmë gjuhën, ekzistencën, t'ja u trashëgojmë ato fëmijëve, do fillojmë të humbasim si kom, dhe po humbëm si kom, nuk ka një vlerë t'jesh e suksesshme, le të themi. Në një vend, ne në fund fare Shqipëria na bëri suksesshme. Mirë, kam shtuar dhe një shprehje aty në konferencë që kam thënë ne nuk na lejohet të lodhemi. Dhe është shpeshherë ja veshim vendit, ja veshim Shqipërisë këtë shprehjen, që është ambienti me cilin dëgjoj. Një pjesë është e ambientit, mentaliteti, mënyra se si jemi rritur, si jemi edukuar nga nënat tona, nuk flas vetëm për vete, po flas tani në përgjithësi për vajzat dhe për zonjat, janë apo nuk janë në biznes, kanë filluar apo duan të fillojnë karrierën, e kanë arritur suksesin apo presin të luftojnë që të bëhen të suksesshëm. Se suksesi është një çështje të kuptuar, varet deri ku. Një mindset, një mendim. Ne u kështu edukuam, po unë mendoj që edhe në përgjithësi për gratë, i duan t'jenë gjithë bërëse. Si i thonin në anglisht, multitasking? Ndërkohë që është në punë, duhet të mendoj që fëmijët të kenë drekën, që fëmijët të mos kenë probleme në shkollë, që kur të kthehet dhe nëse është e lodhur, duhet i mbaj në krah, duhet kaloj kohë me ta. Sot më pëlqen se ka ndryshuar se merren të dy prindrit, madje ka çifte të reja që ndajnë dhe oraret, që fëmijët gjithkohës të kenë prezencën e një prindi. Do jetë, do thonë, nëse shembulli i tyre do hapet, do kemi një familje më të mirë dhe rrjedhimisht një shoqëri më të mirë. Problemi është që jemi vonë. Unë mendoj që jemi vonë, domethënë duhet ta kishim filluar këtë kohën me fëmijët dhe me familjen pak më shpejt. Tani, për të justifikuar. Unë e kam nisur biznesin në 94, mbas një periudhe shumë të shkurtër në emigrim, ku pa diskutim që nuk e gjetëm veten, sepse edhe unë edhe im shoq, le të themi, kemi mbaruar unë për financë, im shoq inxhinierin ndërtimi, dhe nuk kishim ambient për të zhvilluar atje. Gjithsesi, morëm përsipër që të jetonim ca kohë në emigrim, edhe për një eksperiencë tjetër, që ishte eksperienca në kapitalizëm, dhe për një formë tjetër edukimit të punës, të regjimit të orarit, të shërbimit, të gjitha gjërave që t'i sillte, le të themi, një sistem i panjohur për ne deri në kohën kur ra diktatura. Dhe mësuam sigurisht dhe diçka të re, të cilën e sollëm me vete kur erdhëm në Shqipëri. Dhe 94 në Shqipëri, Shqipëria ishte një vend ku kishin filluar firmat piramidale dhe tregu kishte gjithçka, përveç se shumë pak prodhime shqiptare. Dhe nga që shumë mungesa, gjithkohës një vend i mbyllur, me të drejtë që njerëzit me
dëshironin çdo gjë që nuk e kishin provuar më parë dhe mjafton të prodhoheshe jashtë vendit jashtë Shqipërisë dhe ishte e përsosur. Dhe kishin humbur ca gjëra të mira që ne i kishim, ca produkte që ekzistonin dhe që e kishin shihen e vet. Fillimi. Ideja e kujt ishte për ta bërë? Ne në fakt kemi Lindi punuar. si nevojë, si kërkesë? E para lindi si një, më kujtohet tani, kam qenë shtatzan me Mario, se unë djalin e madhe kam lindur në Greqi. Edhe jemi ullur diku me tim shoq, kuptohet, kishin disa muaj, as një vit që kishim shkuar në Greqi, po aty mbetëm. Edhe bisedonim dhe tha, Anel, tha, unë këtu që shikoj këtu, tha, ne sa do të lodhemi dhe sa do të punojmë, nuk do jemi kur dikushi. Qa mendimi ke? Për zotin i thash, base me këmpës në shtypin do të se kemi karakterin fort, por do jemi gjithë jetën emigrant, kështu që punojmë ca kohë, të kthehemi dhe le të themi ky ishte një vendim që do kthehemi. Pastaj do kthehemi dhe do merremi me diçka të tipit që po mësonin, domethënë të mishit, apo me një gjë tjetër, ky ishte shumë shpejt për ta vendosur në atë moment, sepse u desh pak kohë që ne të mësonim, madje rrezikuam dhe erdhëm një vit në Shqipëri, që pam se çfarë mungonte sa atëherë ishte sistemi me viza, nuk mund të hyje dile. E ke parasysh për çfarë vitesh flasim? Në 94 unë kam qenë 3 vjeç. Lumt, na bën edhe moshën tani. Ja në kuptimin kur ke filluar ti ka një jetë. Dhe më shkrive. E pam se çfarë i mungonte Shqipërisë në atë kohë, thash kishte gjithçka, po ishte gjithçka shumë rrëmuj. Dhe në paka shumë më sistemuam idenë se me çfarë mund ta fillonim dhe me pa kursime se pavarësisht punëve, po nuk është ideja që ti shkon në emigrim dhe po kursen. Nuk kursen do, se do jetosh të përditshme, do i paguash, do t'i kesh pensimet njësoj si t'jesh tu, madje atje ishin shumë më të ndaja. Nisa, morëm pak gjëra nga Greqia, sa për t'hapur një dyqan të vogël, ka qenë edhe një herë kjo, si madhësi. E filluam, kemi filluar, si fillime kemi filluar me disa produkte, domethënë nën produktet mishit që kishin, nuk i njihnin si zakon shqiptarët, ju mungonin disa lloje, filluam ti servirnim, po pastaj vendi vogël, mouth to mouth, goj se unë e bëra gabimin fola anglisht, erdhën dhe filloi klientela të vinte për atë shërbim që bënim ne dhe si më thënë, na dha një lloj gëzimi që po hecnim. Ishte me risk sepse na u desh, atëherë s'kishte banka që të merrte kredi dhe ne na u desh të merrnim para borx për ta furnizuar dyqanin me lëndë parë. Dhe ishte risku se mishi i freskët, po ushit, po s'ushit, mbeti dhe se s'kishte dhe ku ta çojë, do ta hidhje, se nuk kishte riciklim. Kështu që ky ishte risku shumë i madh, se nuk i dije se si do ecë, domethënë ne po... Se fuqia e vlerëse në atë kohë ishte me patjetër. S'ishte vetëm fuqia vlerëse kishte atëherë kishte lekë se tash bonin, ishte kjo koha e çmendurisë piramidave, po ishte puna që ne ishim në një vend në tek Gjimnazi Partizani, që nuk është që ishte i njohur ose i rrahur nga komstorët në një dyqan i madh, që janë sot për shembull që ti e di se ku të shkosh ta marrësh ato që kërkon. Atëherë ishte edhe më kujtohet që ka ardhur natën vonë se ka qenë dhjetor, bëheshim gati për Krishtlindjen dhe për vitin e ri, kishim marrë furnizime, kishim marrë shumë. Dhe më thotë, vjeni më shoj shumë i lodhur dhe shkojmë të pim kafen. Kishim një lokal aty është mbyllur tani, ai kanë hikur ata në Amerikë. E kishim kështu si bazën tonë, shkuam, pim kafe, morëm e tek e forneta ta, nuk e di se mbaj mend. Edhe më thotë mua fshehur nga të afërmit që punonin me ne. Më thotë, dëgjoj, risku është i madh, di, thash, nuk i dihet si do heci, po nëse do shtojmë, do hikim prap mbrapsht në emigrim? Po më thash,
Atë e kemi në gjep në zemër i thash të him në emigrim, probleme as shumë. Puna është që ne nuk të dështojmë dhe as mos e ço fare në përmend. Pa e mbaruar fjalën unë, vjen një veteriner që ne kemi pas punu bashk në kohën e diktaturës, ato vitin, kemi qenë shumë të rinj kur kemi ikë. Dhe vjen ai brap. Hajde tha që është bërë nami, tha s'pe përballoj të. Si zgjasim kokën e se dukesh, aty ishte bërata, në sa duket njerëzit po e prisnin. Dhe jo vetëm që përfunduam ato, shkuam morëm dhe pak furnizim tjetër se njerëzit e rezervuan, dhe për vete kemi ngrënë pula për vitrit, se nuk ngeli asnjë gjë. Dhe kur kemi dhe për vitin, do thonë, edhe para kishim gjithë idenë që ta shisnim, që të rikuperonim borxhet, të shlyenim ato që kishim dhe të fillonim të linim kapital për biznesin. Edhe pas një vend, ta pa mos bëj kështu ta se ham vitin tjetër. Mirë tash, kalojmë kështu po të ri. Tani për shumë mund vjen për qeshur, po atëherë vinin pikat e lodhve kështu fikse edhe nga lodhja. Edhe nga lodhja, po edhe nga gjithë eksperienca. Fëmijët, si u rritën fëmijët me dy prindër të cilët ishin të ikur? Si e përjetonin ju në radhë të parë mungesën tuaj edhe ata mungesën? Unë kam jetuar me prindrit e tim shoqi, të dy me një edukat si familjare ashtu dhe intelektuale që më kuptonin edhe shumë të sakrificës, vjera ime një grua kështu dhe komshmore kam thënë dhe herë tjera, madje mund t'i kem bezdisur njerëzit, me thonë drejtëm kam ndihmuar shumë. E para pata fatin që ajo ishte e re në moshë. E dyta që ishte edukatore, do më thonë, kishte dalë në pension, sa atëre i nxirrin në pension 50 vjeç. Kishte dalë në pension dhe pavarësisht pensionit ajo kishte një eksperiencë me fëmijët, me mënyrën se si duhet fëmijët të merrnin bazën e edukimit, do thuash dikush ishte. Atëherë kishin vetëm filmat me video, do me thonë fëmijët do t'i vinin vetëm videokasetën, do shikonin ato film që kishin në shtëpi. Filmat që rëndon që janë tani. Disa ishin të dubluara në shqip, disa dhe jo, madje i madhi italisht, për shembull rau veshin vetëm prej dhe mësoi vetëm prej filmave. Kështu që këtë pjesën le të themi e kishim pjesën televizive e kishim më të kontrolluar, se nuk kishim të varur fëmijët nga telefonat s'kishin dalë akoma, nga televizorit dhe nga filmat. Ajo që ishte thelbi për ta edukuar mirë ishte orari të ushqyerit në tavolinë, higjiena e duarve, mënyra se si duhet të mos flisnin, si të uleshin në tavolinë, si të përdornin thikën, pirunin, lugën. Nuk, do më thonë, kur kishin, nuk ndërhynte asnjëherë nëse unë duhet i flisja për diçka, nuk bënte gjyshen pavarësisht që shtrëngohej shumë fort, se ka qenë shumë e dhënë pas fëmijëve. Fakti që fjalët që thonë prindrit janë gjithmonë për të mirë të tyre dhe që uleshin pastaj për ndonjë vizatim, për ndonjë gjë, se dhe kopshtet në ato kohë ishin për të dëshiruar, nuk kishe se ku t'i çoje. Kurse që ta ndihmoja, sigurisht që nuk kishim dhe mundësinë ekonomike që të vija dhe një zonjë tjetër që ta ndihmonte. Dhe le të them që do më thonë përpiqesha ta ndaja punën, oraret e punës dhe e bëja dhe me këmbë rrugën, që edhe të gjendesh apo edhe ta ndihmoja diku për të ndrequr shtëpinë, po edhe për të bërë një gatim, po edhe se duhet janë të gjitha bashkë shërbenin dhe pastaj i përfundoja me ato vrapin tim kthesha prap në punë sipas nevojave dhe sipas volumit, ose edhe ai biznes edhe pse i vogël kishte uljet dhe ngritjet e veta. Kështu ka shkuar shumë kohë, në 97-ën unë kam lindur djalin tjetër, po nga 94-97 ndryshimet tona ishin dhe temi me hapa shumë interesant. Nuk po them të mëdhenj, po interesant, sepse kaluam me njëherë mbas një viti në një ambient më të madh dhe mbas një viti tjetër prapë në një ambient edhe më të madh. Dhe kësaj here kalimi ynë ishte me investimet vogla, dhoma frigoriferike, makina grirëse,
Pastaj filluam të mendonim për ndonjë makineri të përdorur për të bërë këto qoftet e përpunimet, qoftet hamburgerin, gjërat që mungonin në treg, se këto kanë qenë si fillim. Ato prodhimet me edhe paketimet ishin me dorë. Cili ishte prodhimi i parë produkti i parë që Hako prodhoi dhe ishte më i shitur? Mishi grir ka qenë i pari, dovetëm ke parasysh ishin gjërat tash, gjërat që mungonin. Dhe neve sapo e prodhuam, e paketuam, e sistemuam, ai ushit një herë, ushit dy herë, ushit tre herë, se kishte edhe fazën e paketimit, po duhet ta ngrije shumë shpejt që të mos krijonte, se këto janë gjërat që fillojnë të mësojnë pastaj, të mësojnë më vonë nevojën dhe të bëjnë ty me eksperiencën. Sistemi që ne kemi patur nuk ka lënë asgjë. As letra, domethënë kanë qenë disa standarde, po kanë qenë standarde të vjetra. Standarde të cilat nuk viheshin në dispozicion. Domethënë ti filloje një biznes që sigurisht kishe mësuar që higjienën dhe vendin dhe po asgjë nuk ishte të shkruar. Kur mendoj atëherë me çfarë kemi kaluar dhe me çfarë kemi sot, them mirë që na kanë lënë të punojmë. Sepse në kushte normale janë disa gjëra specifike kur punohet dhe trajtohet ushqimi për të cilat ti duhet ti menaxhosh dhe ti dish. Dhe nuk mungonte vetëm kjo, mungonte edhe pjesa e standardit e kontratave me furnitorët, e kontratave me personelin, mënyrën se si ti duhet ta trajnoje. Ne sigurisht në punë e bënim se dinim ta bënim dhe kishim domosdoshmëri se dhe i kishim mësuar jashtë. Por nuk mbaheshin një proces verbal për këtë, nuk kishte një rregullator për këtë siguri në punë. Kështu që mbas 97-s, domethënë kur filluam me mishin e grirë, pastaj me qoftet, kujtohet kur bënim qoftet në fillim nuk arrinim as t'i paketonim, se i merrnin klientët me tabaka, po. Dhe pastaj kaluam në fazën tjetër, kaluam në paketime që ato filluan t'i merrnin dhe marketet, dhe mbas kur kemi shkuar në ambientin e katërt, tani nuk janë, më thotë janë prishur, janë bërë pallate, le të themi që kishim filluar dhe investimet e pak më të mira, që ishin dhe gjysmë automatike, që të përballonin kërkesën që kishte klienti dhe në atë kohë filluam të mendonim dhe për prodhimin të hynim dhe tek sallameria, prodhimi i cili u desh të na ndante, le të themi, detyrat. I mshoj si inxhinier dhe filloi të merresha më shumë me pjesën kimike, me workshopet, shpeshherë kemi bërë bashkë, jashtë vendit, për të parë konkretisht si ishte si prodhim, po edhe në fund fare çdo prodhim ushqimor është një reakcion kimik të bakterial, kështu që ti duhet të jesh shumë i kujdesshëm që nga momenti kur zgjedh lëndën e parë, ku nuk është vetëm në rastin ton mishi dhe erëzat, po janë të gjithë komponentët, që nga ai moment dhe deri në momentin e ruajtjes dhe të tregtimit, domethënë edhe paketimi, i gjithë procesi, çdo hall ke procesit ka rëndësinë e vet. Dhe sa më e kujdesshme dhe brenda standardit të jetë, aq më prodhim të sigurt nxjerr ti dhe i ruan në fund fare shije të cilën ti ke prodhuar, se shija prodhohet një herë në kokë, pastaj del në letër dhe në paketim. Do thuash ti që këto janë teori që të gjithë prodhuesit i bëjnë. Askush nuk do që të prodhojë një produkt me standarde me cilësi të dobët. Pa diskutim. Të gjithë mendojnë që prodhojnë shumë mirë dhe që e çojnë ciklin deri në fund. Si është e vërtetë? Çfarë ndodh? Të vërtetën nuk mund ta di absolutisht, po e ndan klienti dhe klienti e ka ndarë tashmë, se ne jemi 30 vjet në treg, por ndryshe do isha fshirë me kohë me vakt. Klienti ka ndarë që neve çfarë ka ndarë? Do të thonë ti je në vizionin dhe në qëllimin me të cilën ke nisur biznesin dhe atje se ku do shkosh, domethënë vizioni i kompanisë përcakton në mënyrën se si ti tregton produktin, se si ti e paketon dhe çfarë i ofron klientit. Në fund fare, klienti merr dhe të njeh ty nëpërmjet produktit përfundimtar. Dhe produkti përfundimtar flet që nga ngjyrat, si fillim, nga ngjyrat, nga përbërja, nga vërtetësia që ti shkruan në etiket,
nga fuqitë kalorifike, nga mënyra se si e ke afektuar llojin e amballazhimit, mënyrën se si e hap dhe se si e ruan në frigorifer dhe deri kur e çon në tavolinë, por ti prezantohesh me ato fazën e parë. Asnjë nga këto hallka dhe ajo që mendohet mëse paket, mëse plasmasësh, nuk është qese. Është një lloj paketimi me 7 shtresa mbrojtëse që produktit t'i ruhen vlerat, të mos ketë ndikime bakteriale, të mos i prishet cilësia, t'i ketë të gjitha komponentët për të cilën ti e ke prodhuar dhe për të cilën ti e tregton dhe ja tregon klientit që unë po të shes një produkt me këtë përbërje, me këtë cilësi, me këtë shije dhe ai në mendjen e vet kur e ble, pritshmërinë e ka që të konsumoj atë shije që ti po i ofron. Kështu që janë dy gjëra që i ndajnë prodhuesit. E thash përpara, është vizioni dhe vazhdimësia. Ne çdo prodhues mundet ta nisi biznesin me një dëshirë të caktuar dhe pastaj rrugës të devijoj sepse prodhimet ushqimore nuk lën fitime të mëdha, pra varet se çfarë ti kërkon nga investimi fillestar që ke bërë, ose mundet të ketë vizionin dhe durimin dhe bindjen që ky prodhim do të trashëgohet, do smadhohet si linj, ky emër do jetë një emër i mirë, një emër i besueshëm, i cili do jetoj përtej teje, do i trashëgohet fëmijëve të tu dhe rrjedhimisht do t'i mbetet vendit ku ti jeton si një simbol i një prodhimi dhe një industrie dhe i një linje të mirë, cilësore dhe të sigurt. Ky durim pastaj dhe nëse na shkelet, domethënë nëse ti në këtë bindje që ke për biznesin devijon rrugës, këtu ti nuk kupton se ke devijuar qëllimin e trashëgimisë. Kjo na fillon na ndan pastaj. Sigurisht që është lënda parë që ti zgjedh. Nuk ka kompromis me asnjë komponent të lëndës parë. Me asnjë, absolutisht. As të mishit, as të erëzave, as të kriprave, të asgjëje. Nuk ka kompromis. Është standardi që ti i vendos. Pra, nëse të shkosh sipas se ka rregulla të përcaktuara për çdo produkt ushqimor, nuk flas dot për produktet e tjera. Kam bindjen për çdo produkt ka rregulla strikte, për të cilat ti nuk ke nevojë të lodhesh më tashmë. Nëse ne përpara duhet të googullonim, duhet të pyesnim furnitorët që të gjenin letrat, na gjenin materiale, tani s'ka nevojë fare. Të vinë, ti je i identifikuar diku dhe gjithë materialet që ti kërkon të vinë gati. Çdo ndryshim, çdo paregullsi që ata e quajnë në një moment të caktuar del jashtë standardit. Të vinë me njerë dhe ti mjafton ta përtithësh dhe ta futesh në standardet e tua dhe pastaj gjithçka është okay. Nuk ke nevojë të vrasësh mendjen se kush do jetë standardi i radhës. Tashmë standardet janë botërore, janë të përcaktuara, mjafton që ti ndjekësh dhe të kesh bindjen që po, unë i përkas këtij standardit, më të mirin që ka Europa. E shikon hakon në tregjet jashtë Shqipërisë? Po, e shikoj. Unë, domethënë, standardi i kompanisë dhe i produktit është gati për tregun. Problemi është që shumë në Amerikë dhe në Kanada ne mund të shojmë pa problem. Se e njohin standardizimin dhe standardizimin e ndërmarrjes të produktit të veçuar nga standardizimi i shtetit. Në Europë nuk lejohet. Sepse nuk shërbimi ynë veterinar duhet të jetë i standardizuar dhe i besueshëm sipas rregullave të Europës. Në Kosovë, po operojnë. Në Kosovë nuk është problem, po. Operojnë, po. Me të njëjtat analiza që kemi pa dogana, pa. Keni menduar ta diversifikoni biznesin si një diçka tjetër përveç linjës që hako njihet? Kemi diçka në projekt, që do t'jetë ndoshta interviste podcastit radhës. E kemi nisur, dëgjoj, nuk e di pse nuk po e cek këtu, nuk po e cek sepse është diçka që është në linjë,
që nuk ka, domethënë që është në mendim që po përpiqemi ta zhvillojmë, që nuk ka marrë rrugën e vet, do të ishte mirë ta linim se është një histori më vete, do kohën e vet. apo nga ju të dy? Jo, nga im shoq, unë nuk jam pjesë e atij projektit, më pëlqen, por nuk e Nuk do jesh pi, nuk e ke të ndën. Jo, Hako është më shumë e jotja aty ku Antonela ndihet në comfort zone apo nuk është problemi i comfort zonës. Dëgjoj, unë e kam parë veten gjithkohë si një drejtuese e mirë. Marrëdhëniet me njerëzit e kam shumë të mira. Dukem kështu në fillim të jap idenë se kur jam një natyrë shumë e rëndë deri diktatore, por në fakt jam shumë e butë. Jam madje e kaloj nga njëherë cakun. Me kohën kam mësuar që të jem e kuptueshme, po deri në limitin që nuk thyet rregull dhe standardi, që më është dashur të luftoj me veten për këtë pjesën, që të mos futem më shumë se sa më takon, sepse të prish sa ekuilibra të tjerë. Kurse për pjesën, le të themi, krijuese, prodhuese të produkteve të tyre, është im shoqja ai që është talenti. Bashk kemi bërë një skuadër të mirë, kemi rritur 2 fëmijë shumë të mirë. Të cilët ju ndjekin në bizneset tuaj apo kanë zgjedhur diçka tjetër? Jo, na ndjekin. Në mënyrën e vet na ndjekin. I madhi i përfshirë më shumë më tek biznesi, i vogli është me kompaninë e vet të marketingut. E pas keni zgjidhur brenda familjes dhe marketimin e produktit? Po, që është një pikë shumë e rëndësishme. Ai e meritoi e fitoi me merit këtë pjesë, me besimin dhe faktin që ne i kemi besuar tani marketingun, që është le të themi një sot përbën zemrën e biznesit, e shitjes, e fytyrës, e imazhit, e gjithçkaje. Dhe nuk ja kemi dhënë pse është djali, por sepse ai ka arritur të ndërtoj një kompani me një ekip shumë të mirë, që i ka përcjell se edukata që e biznesit u përcoll gradualisht pa e kuptuar dhe tek fëmijët, mënyra se si ti operon, i përcillet atyre, se bëhet çështje edukate, se ti nuk i lë jashtë biznesit kur rriten, i përfshin, i merr në punë, në zyrë, i fut në prodhim, dhe ata dëgjojnë, përtithin dhe mësojnë, le të themi u edukuan me këtë frymë dhe me këtë standard. Ai e ka përcjell tek i gjithë grupi i punës, sepse ka një kompani me gati 15 të rinj. Dhe nuk ka vetëm Hakon klient, ka dhe klient të tjerë, dhe nuk ja kemi hapur, ne i kemi dhënë atë ndihmën dhe suportin e këshillimit dhe çfarë mundet të ndihmojë një prind që do ta bënte pavarësisht është apo nuk është në biznes. Kushdo do t'i jepte dorën fëmijës vet. Ai ka patur një plus që i ka patur disa rrugë të hapura, disa standarde të hapura, disa kontrata, disa rregulla pune, mënyrën se si duhet trajtuar stafi, si duhet përcjellet puna. Kështu që le të themi ai e ka fituar këtë gjë. Ka fituar besimin që kur ndroi logon e kompanisë, bëri një paraqitje ekselente të asaj që ai mendonte që i duhej kompanisë për një figurë të re, dhe pastaj të gjithë vazhdimsinë. Se marketingu nuk fillon, ti e di se je vetë fushës, nuk fillon dhe mbaron tek ajo logo ngjyre atë, por përfundon deri tek menaxhimi i buxheteve dhe tek përcaktimi se ku duhet që Haku të jetë pjesë e pandarë të ryezave të shqiptarëve kudo që janë, patjetër edhe një tregu më të gjerë. Si erdhi ideja tashmë e dhomës ekonomike të gruas, e cila bën 4 vite, e cila operon, dhe së fundmi, jo vetëm së fundmi, por aq sa u kemi ndjekur dhe jemi pjesë e këtyre aktiviteteve, një lobiste e të drejtave të biznesit të grave. Më kujtohet, parantezë, kur u krijua dhoma, zonja Hekur të Hakos krijon dhomën ekonomike të gruas. Se kush e nxori, ka nxjerr një zbombi atëre, po.
Në fakt, ideja për themelimin e dhomës nuk ka qenë e imja, ka qenë një grup zonjash të tjera që sot janë themeluesat edhe janë dhe pjesë e bordit, një pjesë e tyre. Unë kam qenë në një konferencë e ftuar nga zoti Panteli Majko në summitin e parë ose të dytë të diasporës, kam qenë në panel, më është kërkuar të flas për vështirësitë që ka biznesi në Shqipëri dhe se si mund të ndihmojnë dhe të lidhemi me diasporën, dhe aty më kanë propozuar dy zonja që ne kemi menduar këtë bësh pjesë e grupit, kështu filloi. Unë mblodhëm, diskutuam, rahëm mendime dhe pranova jo vetëm të jem pjesë e grupit, por nëse i gjithë bordi do binte dakord, do t'isha dhe drejtuese. Pse e bëra? E para, domethënë, përpara 4 vitesh, mbas një periudhe kaq të gjatë në biznes, unë kisha bindjen që kisha çfarë të ofroja. Kisha çfarë të ofroja që nga eksperjenca, edhe nga mënyra se si duhet të qaseshim si një dhomë, zonjash, për të zgjidhur ato probleme që nuk i kanë vetëm zonjat në biznes, por që i kanë bizneset në përgjithësi. Dhe le të themi futa dhe atje, po sigurisht që e mbështetur nga gjitha zonjat e bordit, frymën e biznesit, pra edhe dhoma, pavarësisht që është shoqat jo fitimprurse, duhet drejtuar me frymën e biznesit. Domethënë të ketë standardin e vet, mënyrën se si komunikon, mënyrën se si shtron probleme, dhe unë propozova dhe zonjat më mbështetën që ne do qasemi jo si një dhomë që shtron probleme dhe vërtet, por si një dhomë që shtron probleme dhe jep një alternativë për zgjidhje. Sugjeron. Pastaj, sugjerimi është pozitiv për biznesin dhe për buxhetin, sepse duhet t'i marrim të dyja krahët. Domethënë, dhomat, organizatat jo fitimprurse, po dhomat që kanë bazë çështje ekonomike, duhet ta shohin, mendoj unë vete, me këtë segmentim, me këtë këndvështrim, që nuk zgjidhen problemet duke bërtitur dhe duke u ankuar, zgjidhen duke propozuar. Dhe ti nuk mund ta shohësh qeverinë, kushdo qoftë krahu, sepse duhet të jesh i ftohtë dhe pa përkrahje politike. Pa qasje politike, që të ndihmosh biznesin. Pra, duhet ta shohësh si partner ato, jo si një, le të themi, kundërshtar, se nuk zgjidh asgjë asnjëherë. A është kjo rruga? Unë mendoj që është. A mund të quhem unë që si kjo është si gjysmë e lojtur se këtu nuk bëhet? Po të fillojmë të mendojmë të gjithë që këtu nuk bëhet. Do mbetemi kështu pas zë, do mbetemi të heshtur, do mbetemi në lum, se nga që filluam të kemi këtë lloj mendësie dhe nga që secili prej bizneseve u shkëput nga lidhjet me njëri tjetrin, se nuk zgjidhim dot gjë, dhe filluam të krijojmë principata. Pra, mbylleshim, secili nga bizneset mbyllet në muret e veta, i zgjidh problemet me mënyrën e vet, dhe e vë korrupsionin të ligjërueshëm. Se si do ta zgjidhësh ti vetëm? Vetëm nuk zgjidh dot gjë për vetë se të gjesh forma alternative. Qeveria a e shikon biznesin si partner? Do ishte mirë që po, por nuk mund ta them unë e shikon si partner. Dhomën e shikon tani si partner? Ka shumë ndryshime, se unë kam 30 vjet dhe po të filloj ta kujtoj, s'ka asnjë, do të thonë çdo vit dhe çdo 5 vjeçar gjërat kanë ndryshuar, se ka ndryshuar dhe qasja e vetë vendit për karshi për te i kufimve. Dhoma është pjesë e Këshillit të Investimeve. Është pjesë e Këshillit Ekonomik Kombëtar. Ka një zë fuqishëm. Që ka një zë për të folur, për të ngritur probleme dhe për të ndihmuar. 2 rastet e fundit të Këshillit të Investimeve, se Këshilli Ekonomik nuk është mbledhur akoma këto 6 muaj, kanë qenë i pari ishte i shtatorit i këtij 6 mujori ishte për
standardizimin e ndërmarrjeve dhe të produkteve nuk kishte lidhje me ushqimin, jo ushqimore, se çfarë duhet bërë dhe si duhen ndihmuar bizneset që të bëhen gati deri në 2030. Dhe i dyti ishte për problemet e financimit në biznes, ku juve si drejtori i ri ekzekutiv i dhomës patët zërin për ta ngritur dhe për hir të së vërtetës në të dyja këto diskutimet fundit, dhoma u ngriti dy probleme. Tek i pari, u ngrit problemi që jemi shumë dakord që të marrim masat dhe të bëhemi gati. Dhe ushtrua fakti që bizneset duhet, si fillim, duhet të ndryshojnë mindseti i bizneseve dhe të kuptojnë që janë gati të hynë në një port të re. A e din bizneset të gjë, Antonell? Nuk ka një statistik për të ta thënë këtë, por unë, prandaj se nuk më le ta mbaroj, i kërkova atëherë kryetarit zotit Gonxhe që nëse ministria do të ketë ekipe ose ka krijuar ekipe për këtë gjë, duhet të qasen me bizneset. Pra, bizneset si jemi kanë shumë vite që i kanë vendosur standarde dhe nuk i kanë vendosur se po ndëronin që në 2030. Jo, i vendosëm standardet sepse e dinim që një ditë, kurdo që t'ishte, do shkonim në Europë. Pra standardin ne nuk e vendosim se na i kërkojnë, e vendosim për veten tonë, për atë që folëm pak më parë, që të jemi të gjatë, të rojmë në treg, qoftë edhe në tregun vendas. Klientët tanë e duan standardin dhe e njohin kaq mirë dhe dinë të bëjnë vërejtje perfekte. Pra, sa herë ndryshojnë standardet, sa herë vendosin standarde të reja, ndërmarrjet e mëdha e përtithin dhe fillojnë i bëjnë gati strukturat e veta, se standardi është që nga dera e hyrjes, pra tek mënyra se si oficeri i sigurisë të pret dhe mënyra se si të gjitha hallkat ty të lidhen me njëra tjetrën, sepse kudo që do shkojmë dhe do flasim, është çdo hallk që zgjidhet të prish standardin e produktit përfundimtar. Pra, janë ca gjëra që ne i kemi mësuar, janë ca gjëra të gatshme, pra mund të ketë ekipe të cilat mund të zbresin në biznes dhe të trajnohen prenesh që të ndihmojnë pjesën tjetër të ndërmarrjeve të biznesit, të ndihmojnë bizneset që ta kuptojnë se sa i nevojshëm është standardi i ndërmarrjes dhe sa i nevojshëm është standardi i produktit, se nuk mjafton, këto të dyja nuk ndahen dot nga njëra tjetra. Dhe përveç se kësaj, i kërkova që të kishim përsëri po për këtë çështje dhe një takim tjetër, por mbasi të kishim bërë disa punë, pra të kishim bërë një lloj, le të themi, të kishim shtruar një lloj linje që të dinim deri ku ishim, dhe i kërkova edhe diçka tjetër, që jam shumë okay, por që të shkojmë drejt standardizimit të ndërmarrjes dhe të produkteve, duhet financime shumë të mëdha, pra financime të cilat biznesi duhet i marrë përsipër, por qeveria ku është këtu dhe si do ta ndihmojë. Dhe tjetra, kur përfundon kjo fazë e vendosjes së standardizimit të ndërmarrjes të produkteve, kush duhet të loboj për ne në market, në tregun evropian? Pra, unë nuk mundet të jemi standardizuar dhe të shkoj vetëm atje, se nuk më pranojnë. Pra, duhet të jetë zëri i qeverisë që do loboj në Europë, do të thotë ndërmarrjet e mia në këto fusha janë gati, pa emra sepse janë gati për të kjo industri këto janë gati për të cilë produktet dhe unë kërkoj që hapësirën që këto të jenë të lejuara në tregun tuaj. Se kjo është forma e lobimit, pra që të mos hapet dera dhe neve të na thonë prit një herë se të duhet kohë për ta pasur pragun dhe ata ta kenë kollaj për të ardhur këtu, se ka dhe gjëra tjera që duhet zgjedhur. Në mbledhjen tjetër që ishit juve, ushtrua pjesa e problemit të financimit të zonjave që drejtojnë biznese. Vështirësitë që ka, mua nga raporti që më erdhi nga Këshilli i Investimeve, më erdhën disa pika që vërtet dhoma ishte iniciatori
për këtë çështje, sepse ne e ndjejmë më afër nga që jemi gjithë kohës në takim me zonjat, dhe është një problem që nuk ka lindur sot, po kemi vite e vite që e grumbullojmë. Tani erdhi koha ta pjekim dhe të bëjmë diçka. Dhe më shkruan që ishte nga takimet ku të gjithë aktorët që janë në tryezën e Këshillit të Lartë të Investimeve u bën pjesë dhe secili, le të themi, kishte problemet e veta, po në thelb ishin problemet të përbashkëta. Në vijim të kësaj filluam pastaj edhe një pjesë, një seri trajnimesh me zonjat, që një seri trajnimesh që do vazhdojnë, për bankat, për qasjen me bankat, për paketat që duhet ketë, për garanci sovrane nga qeveria, për të mbështetur zonjat që janë të zhveshura nga kolaterali, mënyra si të zgjidhet çështja e pronësisë që në ligj është, por duhen parë pastaj se si duhet të zbatohet, që të lirojnë edhe bankat nga këto ngërçet që kanë, se ato janë biznes dhe në fund fare kanë mënyrën e vetë të funksionimit dhe mënyrën e vetë se si kontrollohen, kanë dato si gjitha bizneset, dhe po duhet vendosur një ekuilibër ku qeveria të ketë rolin e vetë, biznesi të jetë i bindur që kur të kërkoj një shërbim, qoftë në kredi, qoftë në shërbimet i banking, duhet të jetë i mirë informuar, të ditë i përdori, të ditë të kuptoj se çfarë të mirash sjell çdo lloj shërbimi, heqja e keshit nga qarkullimi dhe të tjera si këto që janë duke marrë rrugën e vet, dhe gjithkohës Doma ka qenë suport për biznesin, edhe kur u bë fiskalizimi, ne kemi lobuar që të shtyhet disa herë, domethënë gati një vit të shtuar, të kemi qenë një nga pjesët, një nga dhomat që ka lobuar për këtë çështje, që të shtyhet edhe pak, sepse biznesi në Tiranë mund ta thiti pak më shpejt, por bizneset në përreth, duke patur dhe probleme me internetin, duan pak më shumë edhe kohë, po edhe trajnim. Dhe i kemi ndihmuar, çfarë kemi patur mundësi, kush ka qenë antare të dhomës, edhe jo, kemi ndihmuar dhe online, se qelloj që ishim dhe kështu në fazë pandemie, kemi ndihmuar dhe online, kemi ndihmuar dhe fizikisht, po kemi qenë dhe atje që ta kalonin procesin sa më shpejt e ishte e mundur, dhe fakti është që ishim pjesë e kësaj linje, pra edhe këtu ku jemi, edhe në këtë pjesën e trajnimit dhe në vendosjen e shërbimeve shumë shpejti i bankit, të pagesave me kartë, të minimizimit të pagesave me kesh, sigurisht që edhe dhoma është pjesë, sepse është linja e biznesit. Cilat mendojnë që janë, për t'ja ardhur dhe afër fundit të intervistës, cilat mendojnë që janë sfidat që bizneset kanë sot? E patjetër dhe ato të drejtuara nga gratë, në bazë të masës e kanë më shumë. Pjesën që çfarë sfidash kanë zonjat më shumë e të parën e cikën, që është pronësia, se ne flasim për zonjat që i kemi në biznes, po nëse duhet të bëjmë një bisedë të gjatë pastaj për zonjat që janë në zonat rurale, historia bëhet edhe më e fortë. Në takimin që patëm të hënën ku ti ishe prezent, një pyetje që më erdhi nga një zonjë ishte, po dakord këto të Tiranës, po e dini ju që zonjat që janë në përrethën, në zonat rurale dhe tek doktori shkojnë të shoqëruara me bashkëshortin, sepse nuk u lejohet të shkojnë vetëm dhe jo më në. Unë propozova diçka që ne kemi bërë me dhomën, pra me këshillat bashkiake të rretheve ose me kryetarin e bashkisë, le të ketë kryeza të rrumbullakta për të parë se secila zonë ka specifikat e veta, pra si mund t'i ndihmojmë, si mund t'ja japim eksperiencën, çfarë duhet bëhet, po fillimi dhe fundi atyre zonjave që akoma nuk kanë zërin e vetë është ekonomia. Pra ato, nëse duan të punojnë dhe të jenë të pavarura ekonomikisht, duan sepse ndihen edhe më të forta dhe nuk janë të detyruar të durojnë dhunën, se shpeshherë gratë durojnë dhunën se s'kan ekonomi. Duhet urgjent të zgjidhet sistemi i pronës, pra burrat kanë pronën si pronë materiale dhe ashtu trajtojnë edhe gruan si pronën e vetë. Duhet të ndahet koncepti, me urgjencë duhet zgjidhur problemi i pronës,
Gruaja duke duruar dhunën edukon fëmijë që të vajza që të durojnë dhunën dhe djem që të përdorin dhunën dhe familja fillon dhe humbet bazën e vet. Ndërsa sfidat pastaj që ka biznesi i madhësison është fuqia punëtore që dihet dhe është një plagë që shpresojmë ta stopojmë, është pjesa se nuk është vetëm fuqi punëtore, por është fuqi punëtore kualifikuar. Pra ti sot nuk ke shumë vite që nuk ke profesionist. Kjo pjesa e mungesës së profesionistëve është bërë problem, jo sot, por është bërë problem tuaj 10-15 vjet përpara, kur ne kërkonim nga shkollat profesionale që të ndronin kurrikulat. I kërkonte biznesi vet, dhe dhoma është dhe pjesë e kësaj. Pra sot i ke biznese që mund të japin mendim për kurrikulat. Çfarë problemi ka biznesi tjetër? Biznesi ka problemin që brezi i ri në shkollë të mesme, nuk po them në 8 vjeçare, po mendoj që atje që duhet filloj të edukohet. Por unë kam ndeshur student, kam shkuar për të dhënë, më ftuan për një orë marketingu, dhe studentët nuk e dinin që në Shqipëri ekzistojnë industri të fuqishme, të investuara, moderne, me kualitet, me cilësi që kalon, që është në standardet maksimale. Jo të vendit, flasim standardet maksimale që do sot Europa të bëjë. Nuk e dinin që ekzistonte. Pse nuk e din? Sepse është ajo që kemi thënë gjithmonë. Ty nuk të ndihmon media, ty nuk të ndihmon as media sociale, as që. Të gjithë janë të shpërndarë tek ngjarjet që ndodhin, tek tavolinat që shtrohen, tek vaniteti, tek një luks i pajustifikuar që të prishin mendjen. Kthehen tek ne kur gjendet në një gabim që është fare normal, domethënë po të matim tonët e prodhuara me gabimet që gjenden në treg, është që sharat që e çojnë klientin, e çojnë qytetarin në një gjendje të tillë depresive. Nuk ka nevojë. Qytetarët, klientët duhet të informohen për të vërtetën. Pra ata duhet të fillojnë të kenë respektin e njerëzve që kanë investuar dhe që mbajnë familje në punë. Dhe që kanë investuar jo se duan me fitu vetë, se nuk bëhet sot kështu. Kur investohet dhe kur shtrohet linja, ti mban përgjegjësinë e të gjithë njerëzve që ke në punë. Dhe jo vetëm kaq, mban përgjegjësinë e të gjithë qytetarëve që pranojnë të konsumojnë produktin tënd. Pra, nuk janë gjërat kaq të thjeshta, ata dhe ne. Jo, jemi të gjithë ne. Në fund fare, unë punoj dhe të shërbej ty, duke të sjellë të produktin, ti bën një punë tjetër që edhe pse nuk njihemi, më shërben mua, më shërben në informacion, më shërben në media, më shërben në pastrim, apo në qeveri, kjo nuk ka rëndësi, por në një farë mënyre të gjithë i shërbejnë njëri tjetrit. Kështu që kjo është një plan që nuk ka për të na çu përpara. Nëse do fillojmë në këtë formë, ka shumë vende në Ballkan, por dhe në Europë, që bazën fillestare të fuqizimit të ekonomisë vet e ka nisur duke thënë të konsumojnë produktet vendas. Gjë që neve nuk e kemi. Pastaj kjo pjesa e mindsetit që ne e tham gjatë kohës dhe fakti që duhet të bashkëpunojmë më fort me njëri tjetrin, është prap një problem. Ajo që po përpiqemi tani të bëjmë me dhomën, është përveç se këtij networku që kemi bërë, është ta zgjerojmë networkun dhe të ndërtojmë një platformë që të jetë pak më e aksesueshme, jo vetëm nga zonjat në biznes, por nga biznesi në përgjithësi, që të kenë mundësinë dhe të njihen me njëri tjetrin dhe të komunikojnë. Platformë online kjo. Një platformë online. Dhe të shfaqin atje produkte të reja, shërbime të reja, ide të reja, të lidhin kontrata me njëri tjetrin, pa që në nevojshme që të vinë t'jenë gjithkohës pjesë e konferencave. Workshopet, janë të domosdoshme se është bukur, se bisedojnë, orientohen, trajnimet janë tjetër cikël, po kjo lloj platformë do t'i bënte lidhjet pak më
më të lehta do ta zgjeronte rjetin. Le të themi këtë kam unë personalisht si sfidë për Tomën. Do ta shohim Kujt bashkë, ju ta thot shohim Antonela faleminderit për karrierën, për çdo gjë. Ke një faleminderit për t'i thënë dikujt? Mamas time. Sepse rritë 3 fëmijë i e ti, në babajna ka në shumë të vegjë. Edhe në atë kohë ka qenë e vështirë ekonomia, shumë e vështirë. Po t'i fillojmë fëmijërisë duhet të më mbash mua edhe një herë kaq. Nuk pranoj në asnjë formë që ne të mos shkolla pa diskutim, po të mos kishim arsimim të lartë dhe të mos synonim që të arrinim më të mirën për vete pavarësisht vështirësive ekonomike dhe pavarësisht mungesës së babait, që mungesa e një prindi, kushdo qoftë, është mungesa e një prindi. Ka shprehje nga më të ndryshmet, unë e flas sepse e kam jetu. Dhe mamaja ime ka patur një gjë shumë pozitive që unë jam përpjekur t'ja u vë edhe të më thënë t'ja u trashëgoj dhe t'ja u edukoj dhe fëmijëve të mi. Respektin për veten. Për respekti për ato që je. Njerëzit nuk janë të përkryer, lumë kush i kupton gabimet dhe përpiqet t'i ndreqi ato. Respekti për veten dhe të mos humbësh dinjitetin është baza mbi të cilën ti fillon të jetosh dhe pastaj të rritesh. Mund të zgjedhësh të bësh karrierë, mund të zgjedhësh të hysh në biznes, mund të zgjedhësh të rish në shtëpi. Asnjëra nga këto nuk të cënon dinjitetin dhe respektin për veten. Si do ta përshkruante Antonela Hako me 3 fjali veten, si një sipërmarrëse, si një nënë, si një grua? E drejtë për drejtë. Nuk kam frikë. Nuk më tron asgjë. Edhe kam një dashuri të pamatë. Sigurisht pjesën më të madhe ja jap familjes time. Familja ime është shumë e madhe. Se kam familjen që kam krijuar, po kam familjen që kam gjetur, po kam familjen time. Dhe unë i dua njerëzit, edhe dua të shoh mirë. E kam shumë problem që të jem e rrethuar nga njerëz që kanë have, sepse nuk mund t'ja u zgjidh. Kështu që pranoj të ndihmoj në heshtje me mënyrën time, por nuk fakti që ndihmoj më bën të ndihem mirë, por nuk më bën të lumtur, se e di që halli nuk zgjidhet duke ndihmuar vetëm një. Duhet të jetë e gjithë shoqëria që punon për këtë. Një mesazh për gjithë zonjat dhe vajzat që të ndjekin këtë videokast. Të duan veten si fillim. Të investohen çdo ditë në shkollim për vajzat e reja. Që të mos e mbyllin shkollimin vetëm tek fakulteti, tek masteri, por të vazhdojnë të kërkojnë nga vetja trajnime, jo duke u bërë të varura nga to, por duke e rritur nivelin me dinjitet, aty ku i duhet, aty ku ato mendojnë që kanë talentin dhe fokusin. Të mos mendojnë që do bëhen të gjitha do jenë në biznes. Mund të zgjedhin që të bëjnë një karrierë kudo që tjetë. Të mos i përcaktojnë vetes një maj. Që unë ta kap ato majën se s'bën pse. Sepse jetës nuk i dihet se çfarë të përplas përpara. Dhe sado që ti investohesh shpesh herë, ajo maja që ti kërkon nuk është reale. Dhe nëse ti e do me se s'bën, mund të të bëjë njeri më të keq. Dhe mund të bësh gabime që të të prishin karakterin rrugës. Të mos kenë frikë, pra, të mos mendojnë që nuk do dështojnë, sa dështime kemi kaluar në rrugës. Do dështojnë edhe në biznes, do kenë kriza edhe në marrëdhëniet e veta, shoqërore, bashkëshortore. Puna është që mbas kësaj të gjejnë një motiv
për të vazhduar, jo për të prishur. Do me thonë, edhe në biznes, dhe në familje, dhe me të dashur, dhe me këdo, është kollaj t'i prishësh gjërat. E vështira është t'i mbash dhe mbi këtë të ndërtosh diçka të re, që t'jetë më e mirë se sa ajo, për të mos e prishësh themelin. Sigurisht kur e ke ndërtuar mbi një bazë të fortë, edhe karrierën, kur ti je bindur për ato që do të bësh, nuk ke pse ke frikë se dështove një herë për madhe. Do ngrihesh prapë. Do ngrihesh prapë. Mjafton ta duash dhe mjafton ta dish që ke drejtimin e tu. Ajo që nuk duhet të gabosh, mendoj unë, është marrëdhënia me fëmijët dhe me familjen. Pra marrëdhënia me fëmijët do të jetë konsistente, e kuadratuar mirë dhe qytetare. Jo duke i sulur të jenë më të mirët, por të jenë ata që janë. Se është një shprehje e bukur që thonë, është fëmia yt, po nuk është ti. Pra ata i lindim ne, po nuk janë se ty, janë vetvetja, kanë karakter tjetër, ndërtim tjetër, botkuptim tjetër. Pra lëri të jenë ata. Faleminderit shumë për gjitha këto që the dhe për besimin. Ky do jetë një cikël podcastesh në vijim. Ky i pari ishte si iniciativë e Agjencisë së Startupeve dhe pjesë e javës së sipërmarrjes. Faleminderit.